Mirëmbrëma të nderuar shikues. Samiti i 4 i diasporës përfundoi, por sjellin në vëmendje fuqinë e bashkëdyzimit ndërmjet vendlindjes dhe shqiptarëve që jetojnë jashtë atë dheut. Derisa Shqipëria e ka shndërruar në tradit, një nismë e tillë mungon në Maqedoninë e Veriut. Sonde do të flasim për trajtimin e diasporës së Maqedonisë së Veriut, vendimin e entit shtetëror për statistika që në regjistrimin e vitit 2031 diaspora do të përjashtohet nga ky proces statistikor. Do të flasim në pjesën e dytë edhe për politikën e përgjithshme dhe për pasojat politike e shoqërore të vendimeve të këtilla kur diaspora përjashtohet. Këto dhe të tjera, sonte do t'i bashkëbisedojmë me zotin Imer Selmani, konzull nderi i Republikës së Shqipërisë në Manastir, ish politikan me një përvojë dhe bagazh të gjerë veprimtarish. Mirëmbrëma zoti Selmani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Për fillojmë këtë diskutim, sonte pra do t'ja dedikojmë këtë intervistë, posaçërisht diasporës me fokus të veçantë tek samiti 4 i diasporës, kemi parë pamjet që edhe ju keni qenë pjesëmarrës. Fillimisht, cila është përshtypja juaja, ka qenë pjesëmarrja juaj e para, apo keni marrë pjesën në edicionet e viteve të kaluara, dhe si shkoi ai organizim dhe ky samit? Më thënë, lirisht mund të them se ka qenë një organizim briljant, shumë mirë i organizuar, me një përmbledhje të diasporës shqiptare nga gjithë trevat ku jetojnë shqiptarët, edhe jashtë kufive të Republikës Shqipërisë, si që janë shtetet e Ballkanit, por me theks veçantë mërgjimtar të cilët me dekada dhe ndoshta më tepër, veprojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë, nga Australia, domethënë kemi pas një prezencë të gjithë atyre të cilët neve i shohëm ndoshta rastësisht kur shkojmë vizitojmë për çështje private ose për çështje ndonjë vizite, shumë shtete dhe çdo kund dëgjojmë dhe shohim shqiptar. Ashtu që ishte një organizim shumë i mirëfillt, i dobishëm në shumë aspekte, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin veçanërisht ekonomik, për arsye se u dha mundësia që të njiheshin sa më tepër njerëz të suksesshëm të sferave të ndryshme. Për të fuqizuar edhe politikan, edhe afarist, edhe shkencëtar, profesor, domethënë artist, sportist, domethënë gjithë sferave të ndryshme, kemi pas një mundësi të artë që të takohemi, të njoftohemi, të shohim kush jemi edhe njerë, dhe mund të them se me pjesëmarrjen e çdo individi në atë summit, shohim një letërnjoftim të ri pak më ndryshe për shqiptarët, ku jemi dhe çka mundemi të bëjmë. Ashtu që apeloj vitin e ardhshëm se është tradicional veçmë ky summit sa më shumë të mirret pjesë edhe nga Maqedonia e Veriut, jo vetëm politikanë, por edhe veprimtar të çështjeve të ndryshme, për arsye se ja vlen të shihet dhe të kuptohet se ka jemi duke shku dhe bukfalisht të japim një shtytje edhe neve si shqiptar të Republikës Maqedonisë Veriut që jemi në numër të madh me një kontribut të një përshpejtimi, të një zhvillimi, të një ere të re ku kufit zhduken, kufit nuk janë pengesë siç kanë qenë para dekadave dhe ku thjesht globalizimi dhe teknologjia e bën që të jemi afër me njëri tjetrin. Mjaft është të pish një kafe, të takohesh, të bashkëbisedosh me një mik të ri, dhe pastaj gjithçka është e mundur të krijohen mundësia të reja për zhvillim, për bashkëveprim, për bashkëpunim, dhe pikërisht aty është edhe misioni i samitit, përpos porosive edhe politike të cilat kryetari i shtetit, presidenti i Shqipërisë, kryeministri, ministri i jashtëm, domethënë dhanë nga ai samit. Po, pikërisht këtu se sa i përket mesazheve politike dhe shoqërore, ku ishte fokusi kryesor. Do të thotë se pam edhe lajme të ndryshme që Mërgata pra deklarativisht gjithë secili prej pjesëmarrëve ka deklaruar që është aset kombëtar i secilit shtet që veç e veç edhe të gjithëve pasaj bashkërisht, por cili ishte mesazhi kryesor, mesazhi politik dhe shoqëror që u transmetua përmes këtij samiti. Një prej mesazheve kryesore ishte gjuha dhe ruajtja e gjuhës. Si një ndër, ti themi,
shtyllat kryesore të identitetit ton kombëtar dhe jo vetëm, por gjuha dhe format dhe mënyrat e përdorimit të gjuhës, duke nisur nga shteti ku jetojmë ne, domethënë Maqedonia, Republika Maqedonisë Veriut, Serbia, Lugina e Preshevës, Greqia, Malizi, me një porosi shumë të rëndësishme nga ministri i jashtëm edhe kryeministri, një falënderim të veçantë për gjithë mësuesit dhe mësueset të cilët janë duke mbajtur orë në për shkolla të ndryshme në shtetat europiane, të cilët gjeneratës të cila lindet atje u amundsojnë të njihen më mirë në formën më zyrtare me gjuhën amtare. Domethënë, ju e dini, ka mërgat diasporë shumë të madhe në Greqi, në Itali dhe në shumë shtetet, po shteti Republika e Shqipërisë në mënyrë, domethënë, institucionale për kujdeset për ta shkolla dhe me një mision të veçantë janë mësuesit dhe mësueset atje. Ashtu që ruajtja e gjuhës, forcimi i identitetit, bashkëpunimi dhe rrjedhëzimi, domethënë, ishin porositë kryesore të cilat dolën nga ky samit. Pikërisht momentin e dur kur edhe studentët shqiptar po ngrisin zërin pikërisht për zbatimin e gjuhës shqipe në këtë drejtim. Por do të flasim për këtë tema pak më vonë, tani mbesim tek samiti dhe kur po flasim për një rëndësi kaq jetike, kaq një hapësirë ku krijohet një rrjetëzim mes diasporës, pra mërgatës dhe faktorëve politik shqiptare dhe gjitha sferave të tjera. Pse një iniciativë dhe pse një nismë e tillë mungon në Maqedoninë e Veriut? Maqedoninë e Veriut nga moti ekziston një agjencion ose një institucion shtetëror që për investimet të huaja. Jo vetëm edhe për diasporën. Për diasporën. Për diasporën, po fatkeqësisht ndonjë produkt të dukshëm dhe të prekshëm të punës asaj diaspore nuk kemi pa. Dhe aty ka pas edhe politizime pastaj shpeshherë se ajo diaspor a ka shërby kur ka dalë jashtë kufive të vendit të shtetit, ma tepër komunitetit maqedon, komunitetit shqiptar dhe realisht domethënë është pak vështirë të pritet atë që e bën Shqipëria mund ta bëjë Maqedonia e Veriut, sa i takon organizimit të diasporës, pa marrë parasysh shtetësisë. Ne domethënë jemi shtetas të Republikës Maqedonisë Veriut. Sigurisht. Prandaj ne nuk po e potencojmë diasporën shqiptare, diasporën e Maqedonisë Veriut. Për diasporën e Maqedonisë Veriut, mendoj se këtu duke marrë parasysh faktin se 1/3 e popullatës jeton dhe vepron jashtë vendit, jashtë Maqedonisë Veriut. Një. E dyta, duke marrë parasysh faktin se impakti ekonomik, domethënë transferat bankare, investimet, parat që harxhohen këtu kanë mbajtur ekonominë dhe vazhdojnë ta mbajnë ekonominë e Republikës Maqedonisë Veriut. Veçanërisht bilansin devizor dhe bilansin e tregtisë, investime, domethënë bëhet shumë pak. Shumë pak bëhet dhe duhet mirret modeli i Shqipërisë, është një model i cili pse jo, duhet shfrytzuar këtu nga vendi jonë për arsye se ekziston apo ka ekzistuar një institucion që nuk ka pas ndonjë produkt dhe ndonjë fryt nuk kemi pa nga puna e tyre. Mirë, se këtu do thotë e gjithë barra mbase nuk bie vetëm mbi një agjencion, sepse përgjegjësia kryesore kalon edhe tek Ministria e Punëve të Jashtme. Shembull më herët, zoti Osmani në krye të Ministrisë së Jashtme kishte proklamuar një iniciativë që pjesëtarë ose biznesmen të suksesshëm në diasporë të pajisen edhe me pasaporta diplomatike. Prandaj çështja është se flasim për një agjencion, për një institucion me kompetenca shumë të kufizuara, derisa tërhiqet barra për institucioneve bazë, siç është Ministria e Punëve të Jashtme. Unë vetëm dua të krijoj prap një paralele, më falni, po gjatë samitit diasporës, porosia aq e madhe ishte simbolike, po ishte madhe dhënia në shtetësisë ish kryetarit kryebashkiakut të New Yorkut. Domethënë New Yorku është zemra e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me pjesë në kokë. Ekonomia më e madhe, më e fuqishme amerikane, domethënë berza, domethënë qendrat financiare, qendrat vendimmarrëse që ndrojnë në New York. Para mendoni, domethënë një kryebashkiak i suksesshëm bërë në shtetësinë shqiptare dhe pikërisht nga samiti u dha në shtetësia, domethënë ai ishte një porosi shumë e madhe. Ashtu që çdo porosi dhe çdo iniciativë duhet gjithmonë përkrahur me vepra. Është iniciativë shumë e mirë
biznismen, afaristë të suksesshëm jashtë që punojnë të marrin pasaporta diplomatike, po duhet t'i marrin ato pasaporta. Dhe më thonë, mos ngelje vetëm në deklarata, po duhet vepruar në mënyrë konkrete. Ashtu që ka me sa kemi informacione, ajo ka filluar iniciativë dhe është praktikuar, tashmë nuk ka. Për të dëshiruar, këtu është e problemi, se shteti duhet ketë kontinuitet. Politikat e jashtme duhet kenë kontinuitet. Nuk mund t'i fillojnë neve prej individëve. Nuk duhet varen nga individ, për arsye se jeta e një qytetarit nuk duhet të ketë zigzage, rënje dhe ngritje, as politika e jashtme, bilas politika e brendshme. Më thonë, duhet të kemi një kontinuitet, po të kthehemi pak te diaspora në përgjithësi e Maqedonisë. Sepse diaspora në përgjithësi e Maqedonisë, kur e sheh një summit të tillë dhe një organizim që e bën Shqipëria, ai bie që nuk po vlerësohet nga shteti am ta zëm Maqedonia e Veriut, sepse nuk krijohet një hapësirë ngjashme edhe për atë diasporë të Maqedonisë Veriut që vepron jashtë vendit që të mblidhen të paktën një herë brenda vitit? Jo, nuk mund të tërhiqet asnjë paralele për shkak se nuk ka asnjë organizim. Neve nuk dim që ka ndonjë organizim këtu te neve në krahasim me atë që organizon Shqipëria. Do thonë, po ja një model shumë i mirë për ta, jo mos them për ta kopjuar, por me marrë, do të thonë, hapat më të rëndësishëm dhe mënyrën më të mirë të një organizimi, ta bëjmë edhe neve këtu. Ajo nuk do të ishte vetëm për diasporën, se një organizim i tillë nuk bëhet vetëm për njerëzit që jetojnë jashtë kufive. Impakti dhe gërshetimi, domethënë, mes diasporës dhe shtetit am është shumë i rëndësishëm dhe shumë i madh. Neve me atë jo që do të jepshim porosi se kujdesemi për gjeneratën e parë, të cilët janë lindë në Maqedoninë e Veriut, por me një organizim tillë neve do të jepshim jo vetëm porosin, po edhe kujdesin elementar për gjeneratën e dytë, për gjeneratën e tretë, të cilët lindin jashtë Maqedonisë, jashtë kufive të shtetit, dhe të cilët nëse nuk kanë një lidhje elementare, bazike me shtetin am, ata largohen dhe llogaritën vetë veten si të huaj ndoshta vetëm bazë 1 ose 2 dekade. Domethënë kemi gjasat i humbim gjeneratën e 2 dhe 3 dhe mos ta dinë ato vetlindjen e vet dhe vendin e vet ku janë lind prindët e tyre. Domethënë për këtë arsye impakti shumë i madh nuk është vetëm politik, po është edhe shoqëror, edhe ekonomik, ashtu që është e mirëqenë, është një investim i cili ja vlen të bëhet në vendin ton, e kemi modelin e suksesshëm, është modeli i Tiranës. Edhe kemi shumë afër, pse mos praktikohet edhe këtu? Kemi modelin e Tiranës, kemi modelin e suksesshëm, domethënë neve vetëm duhet bëjmë një përpjekje dhe njerëzit gjithmonë kanë nostalgji të kthehen në vendinjen e vet. Po nëse u zgjat dorën shteti am, shteti Republika e Maqedonisë Veriut, nëpërmjet organizimeve diplomatiko-konsulare, patjetër se do të bëjnë hapin për me qenë këtu, për me qenë prezent, për me pa vendin e vet, për me dëgju nga njerëzit e parë, nga kryeministri, nga ministrat. Po fundit jo vetëm dëgjim dhe rrëfim i një anshëm, për shkak se rrëfimet dhe dëgjimet duhet të jenë dyanshme. Në samitin e diasporës, domethënë, kishte disa tavolina pune ka pas, ku janë trajtuar disa tema, të cilët pastaj kanë pasur mundësinë pjesëmarrësit të ngrenë edhe shqetësimet e veta, edhe vërejqet e veta, edhe sugjerimet e veta, edhe kërkesat e veta, që të bëhet një gërshetim i interesave dhe aty në tavolinë të bëhet një dialog, domethënë, mund të jetë monolog, po të jetë një dialog për me prodhu diçka të dobishme, që në samitin e radhës, pas një viti, domethënë, të shohim produktet konkrete. Po, i kanë dëgju besoj edhe audienca në fjalimin e një zoje ku paraqitja dhe kritikat e saj. Patjetër. Edhe kjo është ajo. Pikrisht domethënë ato samite janë pikrisht mos janë monologe, po të një dialog, një bashkëbisedim. Mirë, ju mesjerash nga fillimi përmendet që edhe kryeministrin e Shqipërisë edhe ministrin e jashtëm e mesjerash, duke marrë për bazë edhe këtë strukturë politike që ekziston në Maqedoninë e Veriut. Besoni që ekziston një vullnet i tillë politik në këtë vend që një nismë e tillë të fillojë nga kryeministri poshtë? Unë mendoj se po, për arsye se Mërgata nuk është as shqiptare, as maqedonase, domethënë ne kemi 1/3 e popullatës të larguar, edhe shqiptare, edhe maqedonase, edhe nacionalitete tjera të cilët jetojnë këtu në shtetin ton, dhe ata duhet trajtuar me respekt. E para, domethënë,
duhet shteti të ndjej një forme të fajësisë ndaj atyre qytetarëve të cilët janë detyru të ri ose më në mosh të largohen nga vendi. Dhe t'ju japin një mundësi që ata ta ndinë se nuk janë harruar nga vendlindja e tyre dhe nga vendlindja e prindve gjyshve së të gjyshve të tyre. Kjo është e para. E dyta, mendoj se potencialin e diasporës, se ne kemi shumë njerëz të suksesshëm, shumë qytetarë të cilët kur i kalojnë kufit e Maqedonisë Veriut dhe dalin në Europë, dalin në Amerikë, vetëm përkujtoj, nga Çegrani ose nga Çellopeku, një djalë, një zotni i ri në projektin Artemis, në projektin e NASA-s. Para mendoni, domethënë, të kishit ngel ai këtu në Gostivar ose në Maqedoninë e Veriut, nuk do të kishim shans neve ta njoftojmë si një ndër njerëzit kyç në një projekt aq të rëndësishëm shkencor, edhe historik, në nivel botëror, domethënë. Edhe për atë kemi ne shumë njerëz të suksesshëm jashtë kufive, edhe shkencëtar, edhe afarist, edhe mjek kemi të suksesshëm. Domethënë, nuk ka sfera ku nuk kemi njerëz të suksesshëm. Shteti duhet të zgjatë dorën, edhe në thash, edhe në kërkim të një kërkim të fajësisë, se i ka detyruar të largohen, se askush nuk detyrohet nga qefi të largohet nga vetëlindja e vet, domethënë ata janë larguar dhe t'ju japë shansën të vinë, po duke qenë me një situatë pastaj vin, një dobi të dyfisht. Edhe ata të përfitojnë nga një respekt që do t'ju jap shteti, po edhe nga një mundësi e bashkëpunimit, a shteti do të fiton se ka njerëz shumë të suksesshëm që mund të kontribuojnë shumë dhe shumë më shumë nga jashtë, duke bashkëpunuar edhe me institucionet vendore, edhe me qytetarët e vendit tonë. Sepse diaspora shpeshherë shihet si burim investimesh. Po kur po flasim për vendin tonë, Maqedonia e Veriut a ka mekanizma të posaçme për ta kanalizuar këtë kapacitet ose potencial investimesh nga diaspora? Unë nuk di që Maqedonia e Veriut ka kriju ndonjë mekanizëm që t'i trajtoj me ndonjë lehtësim qytetarët si investitor nga diaspora. Ata mund të llogariten si investitor të huaj, qofse janë kompani të huaja të regjistruara, ose si investitor të vendit, sikurse gjithë investitorët, nëse veprojnë dhe funksionojnë nëpërmjet kompanive që do t'i hapin këtu nga Republika e Maqedonisë Veriut. Nuk di se ka ndonjë trajtim më special. Ashtu që, mundësia e këtyre bisedave dhe ideve të reja që lindin, që ndoshta duhet mendohet në programin e qeverisë dhe programet e partive politike, masa konkrete që të stimulohen njerëz të suksesshëm në sferat e ndryshme, të vinë dhe të bashkëinvestojnë, të investojnë, të krijojnë rezultate për vete, për familjet e tyre dhe për shoqërinë përgjithësi. Sepse ju jeni ish politikanë dhe dini mirë këtë përvojë, keni pasur edhe përvojë të tillë, zakonisht ajo që shohim ne për jashtë është çështja që takimet me diasporën shpeshtohen kur vije procesi i zgjedhjeve. Rrallë herë ndodh që ndonjë parti politike ose ndonjë politikan, ndonjë funksionar viziton diasporën, diasporën përgjithësi kur jemi pas procesit zgjedhor. Zakonisht kur realizon edhe këto vizitat zyrtare, bëhen në kuadër të një takimeve shumë formale edhe të lokalizuara. Takime masive me diasporën kemi parë dhe shihen vetëm para procesit zgjedhore. Po, për të mobilizuar diasporën që të kthehet. Nuk duhet diaspora të shihet vetëm si maqeneri votash, edhe maqeneri e transfereve bankare për të ruajtur familjarët këtu, kur kanë nevojë, për ndonjë investim, për ndonjë harxhim, për ndonjë darsëm, për ndonjë, më thënë ashtu, duhet ndryshuar trajtimi edhe mendja e politikanëve këtu dhe trajtimi ndaj diasporës. Në diasporë më i ke gjeneratën e 2 dhe 3, të cilët kanë mbaruar shkolla në perëndim, kanë studiuar, kanë doktoruar, janë afaristë të suksesshëm, shkencëtarë të suksesshëm. Qasja nuk duhet më të trajtohen vetëm për vota. Me model të vjetë. Duhet modeli të ndryshohet. Domethënë ata duhet me respekt shkohet të vizitohen, por para se gjithash, për arsye se ajo çka duhet bërë, duhet prap në vendin tonë, domethënë në vendligjen tonë, këtu në shtetin tonë, duhet ftuar me një mehanizëm të paraprigatitur mirë dhe me një ofertë atraktive për ata, për shkak se çdo kush
edhe gjenerata e 50-ave të cilët kanë shkuar në Turqi kanë emigruar. Pa edhe ato janë diaspora jonë, ata kanë shkuar për krejtësisht arsye tjera nga diaspora e cila ka migruar, ose nga të migruarit viteve 70-80 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Europë, po edhe ata neve duhet trajtuar me respekt për arsye se prej qefit, askush nuk ka shkuar viteve 60-50 të emigron në Turqin, të lanë në shtetësinë e këtujt e tjerë e tjerë. Ashtu që kemi një lepes të madhe të çështjeve që duhet trajtuar, ka një numër të madh jashtëzakonisht, miliona qytetarë bëhen fjalë, domethënë të cilët janë larguar nga vendi ynë dhe me një potencial shumë të madh që ne si shtet në zhvillim dhe shtet si kandidat për antarësi në Bashkimin Evropian, shpresojmë viti 2030 në pako me Shqipërinë dhe me Malin e Zi të jemi antare të plota Bashkimit Evropian, që të mundet ju ofrohen mundësit e një shteti që ka nevojë për investime, po dhe një model i mundësisë edhe të atyre që investojnë dhe hargjojnë ose investojnë kohën, mundin dhe parat e tyre, t'ju kthehet me një të mirë dhe t'ju kthehet me benefite shtesë. Ashtu që duhet pa tjetër, do me thonë qeveria, nga kryeministri dhe të poshtë, po partitë politike duhet të vendojnë në programet e veta, do me thonë të aksionit, në strategjinë e vetë këtë veprim, dhe është mos respekt në qoftë se vetëm shkohet të përfitohen disa vota, mos them është shfrytëzimi i diasporës me një kahje, por thjesht diaspora duhet respektuar, vizituar, po dhe duhet konkretisht ofruar këtu mundësi që ata të kthehen. Mos krejt, po një pjesë anë mënyrë të përkohshme, anë mënyrë të përhershme, duhet dhënë mundësi që të kthehen. Njëjtën kohë zhvillohet betejë të mbajnë këta që janë këtu para se të bëhen edhe përpjekje për t'i kthyer ata që janë atje. Po megjithatë, zoti Selmani nga fillimi, do të thotë nga ky diskutim që po e zhvillojmë, po krijohet vetvetiu një konstatim që diaspora nuk trajtohet ashtu se meriton ose ashtu si duhet. Jo, larg asaj jemi që trajtohet. Domethënë, ata kanë problemin e parë themelor, se ndërhyra, po problemi i parë themelor është kur vin kufi. Në qoftë se ti e lënë dikujt prese 5 orë, 6 orë, 7 orë, 10 orë për ty dhe për dalë pastaj, çfarë respekti? Nuk është respekt. Tani pushteti do të arsyetën këtë me one stop shopin, me nismën e fundit që e kanë realizuar, po megjithatë, kur vjen konstatimi që diaspora nuk trajtohet ashtu si duhet, kjo ndodh për shkak se bëhet për ndonjë arsye të qëllimshme apo është pasojë e neglizhencës ose paftësisë institucionale? Nuk mund të jap një përgjigje të saktë, se nuk mund të paragjykoj, po unë mendoj se fokusi jon, fokusi i politikës, fokusi i qeverisë, fokusi i kryetarëve të komunave, sikur më tepër ka qenë hajde të zgjedhim probleme të cilët këtu i kemi paraderës komunës, paraderës qeverisë, paraderës ministrisë, edhe nuk u ka pa për shembull më tepër jashtë kufive, ose nuk u ka shiqur shumë larg. Në këtë drejtim, prapë them, është një temë shumë e mirë që e qelluar që ju e keni nxitur si medium dhe bëni një detyrë, një patriotike, shumë të mirë, që e nxjerrni si temë dhe duhet kyçur politikanët aktual, partitë politike që thjesht këtë potencial kaq të madh mos ta shohim vetëm si trup votues kur të vijë zgjedhjet, po të shohim si një potencial të madh ekonomik, shkencor, kulturor, sportiv, edukativ arsimor, domethënë që mund shumë më tepër të bëje se ndoshta edhe vetë popullata që jeton dhe vepron këtu në vendin tonë. Ata besoj se nuk kërkojnë atë shumë sa që kërkon popullata që jeton këtu në vendin tonë, për arsye se mërgata kërkon një respekt më të mirë, më të madh, një vëmendje më të mirë, më të madhe dhe një mundësi. Mundësi për të punu, për të investu dhe për të kthy këtu me një kanalizim të procedurave birokratike që mos jenë pengesë pastaj t'i ftojmë, të vinë këtu edhe të ballafaqohen, nuk mund ta marrë një leje ndërtimi, nuk mund ta marrë një certifikat, një licencë, më thonë, këtë kjo duhet të kanalizohet që të funksionon drejt dhe shpejt.
Mirë. Tani, për çështje ju pak para përmendet edhe iniciativat ose mesazhi kryesor I nxjerr nga ky summit ishte çështja e gjuhës si elementi kryesor identifikues si një populli. Kur po flasim nismë të tillë ka pasur edhe abetarja unifikuar në gjitha shtetet e rajonit këtu. Ishte kongresi vitin e kaluar, ditën e kongresit, në iniciativa ishte nga profesor të shquar, do të thënë profesor të cilët kanë marrë pjesë në shkrimin e abetares unifikuar nga Kosova, nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia e Veriut. Është shpërnda edhe këtu brenda vendit. Dhe kur flasim për një nismë të tillë që I bashkon pra shqiptarët që jetojnë këtu në këto treva, pse mungon një platformë përbashkuese e diasporës gjithandej. Për shembull, siç ekziston abetarja unifikuar, që praktikohet do thotë ka hyrë në programet dhe modulare shkollore në Shqipëri, Maqedoninë, Kosovë dhe në Lugin të Preshevës, pse një mobilizim dhe një platformë e tillë përbashkuese nuk ekziston edhe për diasporat e këtyre shteteve që janë veç e veç? Mendoj se në Tiranë, në summitin e diasporës, aty ishin gjithë diaspora, ishte edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia e Veriut, do të thonë ishin njerëz të cilët Po, a mundet po, shumë. Dhe aty mendoj se ishte kërthiza kryesore që mlodhi diasporën, pa marrë parasysh se nga janë dhe ku janë. Mbase mlodhi pjesë të diasporës, sepse është e pamundur që në një summit dhe në një hapësirë të kufizuar edhe gjeografike, territoriale të mblidhen e gjithë diaspora dhe ajo. Po sikurse të fillojnë këto iniciativa pra veç e veç në shtetet veçanta dhe pastaj gjitha të krijojnë një platformë të përbashkët. Mundet një piramidë të krijohet, po duhet nisur nga dikund. O nisën nga bishti, ose nisën nga krya. Dhe u mendoj se kjo nisëm e summitit në Tiranë është nisma nga krya. Dhe nga një përkrahje shumë serioze institucionale. Ambasada e Shqipërisë këtu në Republikën e Maqedonisë Veriut ka bërë përpjekjet maksimale, dhe më thënë që të adreson dhe të ketë një pjesëmarrje aktive nga vendi ynë, ashtu që mendoj se është nisur gjithçka nga kryet, pastaj ato krahat mund të shtrihen pafund, do të thënë, djerë në pikat e fundit mund të shtrihen. Mirë. E përmendëm edhe në hyrje çështjen e vendimit të entit shtetëror për statistikat që në vitin 2031, kur do të mbahet procesi I regjistrimit, diaspora nuk do të evidentohet, për dallim prej regjistrimit të vitit 2021, ku diaspora janë identifikuar si banor jo rezident. Edhe të regjistruar. Po, edhe të regjistruar fiks. Për çudi ose për ironi, po ndodh vendin tonë që shpesh herë kemi deklaruar që procesi I regjistrimit është proces statistikor, por në praktik po reflekton se nuk është vetëm kaq. Pse po ndodh kështu, zoti Selmani? Ne jemi një shtet multietnik, duke u bazuar në faktin se nga vetë kushtetuta, drejtat e bashkësive etnike, flasim tani për shqiptarët, po edhe bashkësitë etnike tjera, burojnë nga përqindja e numrit të cilët referohen në regjistrimin paraprak. Ashtu që është sakt konstatimi se vetë regjistrimi I popullatës është një proces statistikor, por me një por të madhe, me impakt të madh politiko-ekonomik. E veçanërisht kur bëhet kjo komponenta politike, pastaj ka shumë politik e cila mundet të përdoret ose të ketë të hapet diskutime në kahje edhe jo të këndshme mes aktorëve politik, mes pozitës, opozitës, mes vetë pozitës brenda, mes vetë opozitës brenda, do më thonë, sa I takon në numrave, drejtave, ashtu që ishte paradokohe kjo deklarata e drejtorit aktual, duke u thirrur në regulativat e Bashkimit Evropian dhe në vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, po gjykata kushtetuese, sa e di unë, konteston aktin nënligjor për regjistrimin e popullatës që e ndan në rezident dhe jo rezident, kurse nuk konteston ligjin. Dhe gjykata kushtetuese konteston rregulloren me të cilën është bën ndarja në
rezidente dhe jo rezidente, po jo ligjin. Ashtu që ju takon, mendoj se kjo është një deklarate e një drejtorit, por operacioni i regjistrimit të popullastës bëhet në bazë të ligjit, e ligji sjellet në parlament, e në parlament votohet nga shumica, pastaj përmarrë në parlament duhet të kalojë në qeveri kemi prap koalicion qeveritar dhe parti politike, kemi ministra, kemi kryeministër, zavendës kryeministra, të cilët duhet mirë të shoshitin dhe mirë të analizojnë ligjin i cili duhet në vitin 2031-32 të bëj operacionin e radhës regjistrimit. Ashtu që është një barë jo vetëm statistikore, është një barë statistikore politike me impakt të madh edhe në ekonomi edhe në gjithë sferat e jetës që duhet përgatitur se për çdo regjistrim ka ligj të veçantë. Domethënë nuk vlen ligji i kaluar për regjistrimin që ka kaluar. Domethënë duhet aprovuar një ligj të ri për regjistrimin e radhës dhe aty duhet definuar gjithçka çka duhet bërë. Kontestimi i gjykatës kushtetuese është për aktin nënligjor, jo për vetë ligjin. Ashtu që duhet... Jeni optimist që nuk do të ndodhë në vitin 2031, ashtu siç ka paralemruar drejtori? Jo, unë nuk mund të paragjykoj se si do të votojë parlamenti fare hiç, po... Jo, se ne po flasim për një summit të jashtëzakonshëm që është organizuar në Tiranë dhe po flasim për mundësinë e cënimit të regjistrimit të diasporës në mashinë verje. Unë flas për një trend të cilën neve duhet kemi parasysh se kufit e shtetit janë doami të bëjmë antarë e Bashkimit Evropian. Në Europë nuk ka kufi. Në kufi lëvizja e popullatës është e fluide. Një, e dyta, do më thënë, neve nuk antarësojmë vetëm vetë nga Ballkani perëndimor, ti themi. Do më thënë, me antarësimin e Bashkimit Evropian e kemi Bullgarinë, e kemi Greqinë, do ta kemi edhe Shqipërinë, do kemi Malinezinë, nesër tjetë edhe Kosova, edhe gjithë, më thënë, bëhet fluid i gjithë Ballkanit, do më thënë, kufit thjesht janë vetëm një masat administrative. Ashtu që gjërat duhet t'i shohim, flas tani si politikan, shumë më larg se sa 5 vjet ose 2 vjet, se 2026 jemi, 2031 janë edhe 5 vjet. Po ne duhet t'i shohim gjërat edhe mbas 31-shës, edhe 41-shën duhet t'a shohim, po dhash zoti bëhemi 31-shën antarët e Bashkimit Evropian, do shta kjo nuk do t'jetë një temë e cila do t'jetë një temë nxehtë problematike, me impakt politik. Por duke pas parasysh përvojën e gjithë regjistrimeve të kaluar nga viti 90 e këndeja, nga 90-at regjistrimi i parë 91-92 kur ishte, pastaj u përsërit duket 94 u bë i dyti. 2011 dështoi. Edhe pastaj 2001 ose 2002 u bë regjistrimi po. 2011 dështoi pikërisht për shkak kësaj çështje me diasporën dhe me njerëzit të cilët nuk janë rezident ose nuk jetojnë tanë kohën këtu, po kanë pronat e tyre, kanë letër njoftimin. Këtë çështje kemi trajtuar edhe me kryetar komunash në veçantë. Edhe është më rëndësi, domethënë, te neve në vendin tonë është specifika e regjistrimit popullatës, ku thjesht nuk duhet trajtuar si operacion statistikor, por me një impakt shumë të mirë edhe shumë të madh kushtetues, ku vetë kushtetuta pastaj përcakton edhe drejtat kushtetuese nga gjuha, nga simbolet e tjera. Sepse shihet një qasje e veprimit me standarde të dyfishta. Përmendat që kemi diskutuar me kryetar komunash, po e marr shembullin e fundit në diskutimin që kemi zhvilluar me kryetarin e komunës së Likovës, zotin Arifin, i cili shprehi ndinjatën për qasje dhe mënyrën se si veprohet kundrejt diasporas. Derisa diaspora, siç potencoja, ai vjen dhe investon ta zëm në zonën e Likovës, dhe për këtë çështje ne duhet t'i vendosim edhe tatime. Pra, diaspora Morgata paguan tatime në shtet për investimet që i bën, në ndërkohë të vëshëja që i kthehet komunave për të investuar në ato zona nuk përfshihet diaspora edhe pse janë të identifikuar si banor jo rezident. Pra, në të njëjtën kohë diaspora tatimohet, por në kthem të këtij tatimi nuk investohen ai buxhet, sepse siç potencoi kryetari i komunës, do të një banor që jeton në Morgat, kur vjen ndërton një shtëpi aty duhet me asfaltu rrugën, ndriçimin publik, rrymën e gjithçka tjetër. Dhe këto shërbime do të thotë cungohet pa mundësia e
buxhetit të mjaftueshëm. Pra, kur identifikohen në ta zonë e mora vetëm për shembull zonën e Likovës, po sa banor janë vetëm rezident, vetëm për rezidentët lëshohet buxheti në atë komunë, derisa nevoja për të investuar janë edhe për ata që janë jo pikërisht do të thonë, kjo është impakti. Ne nuk jemi një shoqëri e zhvilluar me gjithë rrethanat e rregulluara sikur Danimarka ose Norvegjia. Domethënë ne jemi në zhvillim plus shtet ballkanik plus me proces tranzicioni. Me shumë bagazh të vjetër, me shumë nevoja të reja dhe thjesht impaktin shumë mirë ka potencu kryetare. Do më thonë, ata qytetarë të cilët vinë këtu dhe hargjojnë paret e veta, ata blejnë mish, blejnë pagun rrim, blejnë ujë, blejnë një vetur, blejnë një banes, paguan të vëshën. Dhe në qofë se aj nga një ranë paguan, se gjdo kush çdo shitore, në çdo vend ku paguhet në sportel, një kravat ta blej që paguan TVSH, domethënë, çdo kund paguan TVSH dhe ti nëse ajo TVSH nuk kthehet ose nuk ka një statistik se ai banor i takon asaj komune dhe ai kur të kthehet te shtëpia e prindëve të vet ose te shtëpia e vet duhet kaloje nëpër 100 gropa dhe ta shkatroje veturën, nuk është një porosi ejani, urdhnoni, ktheheni në vendlindje, po thjesht shteti bëhet refuzues. Por andaj domethënë duhet kthehemi tek koka, jo te bishti. Domethënë thjesht shteti duhet marrë masa që diasporën mos ta tjetërsojë nga trupi vet, po ta tjetë tërheqës, që ta tërheqe, të vije, tjetë lidhur me trupin e vet dhe të punon dhe të funksionon dhe të bashkëvepron. Andaj kjo operacion statistikor, sa i takon edhe diasporës, pa tjetër se duhet tjese një trajtim në atë pakon e madhe të 1/3 së populatës. 1/3 e populatës gjithmonë duhet nisur nga fakti se nuk jetojnë tanë kohë në Maqedoni e Veriut. Tani diaspora nuk është më ajo gurbeti vjetër, 2 javë në pushim dhe 11 muaj e gjys në punë. Larg vendlinjes. Ka çaq është fluide, shkuarja, ardhja, dhe më thonë unë qëtash edhe ju njifni edhe unë njofë për shembull të cilët nuk i bëjnë ma shumë se 4-5 muaj punë jashtë Maqedonisë, ose 6 muaj jeton në Gjermani, 6 muaj jeton më thonë këtu në vendin e vetë. Ashtu që lutja dhe kërkesa të politikanët, edhe të pushtetit dhe të opozitës, shumë mirë duhet të mendojnë dhe të hartojnë draft ligjin për regjistrimin e populatës 31, 32, për arsye se impakti nuk është vetëm statistikor. A do të jemi në tërheqës apo refuzues ndaj diasporës varet edhe nga kjo operacion. Mos flasim për summitet, mos flasim për mundësinë atyre që t'ju ofrohet investim, benefite, respekt më të madh, kufit jo hapim më mirë, domethënë mos presen nga 5-6 orë. Masa të tilla respektuese ndaj diasporës është shembulli edhe në Kosovë, ku më herët kishte kontribuar pra qeveria e Kosovës për largimin e pagesave të kartonit të gjelbër. Nuk ishte një lehtësim ku ishte disa financiar, por ishte një shenjë respekti atë që po e potencioni ju vazhdimisht. Shenjë respekti, të ne nuk ka nevojë t'ju paguhet, po domethënë respekti fillon nga kufiri dhe trajtimi se si ai do ta nxjerrë një dokument identifikimi, duhet ta përtrije letër njoftimin, duhet ta marrë një certifikat, duhet ta marrë pasaportin e ri, nga aty fillon domethënë respekti. Ka respekt, nuk ka respekt. E pastaj shkojnë edhe trajtimet në nivelin më të lartë. Sa që mundësojsh njerëzive të cilët kanë dëshmu se në Shtetet e Bashkuara ose në Evropë kanë arrit domethënë të jenë super suksesshëm, kanë ndërtu kompani të mira, restorane të mira, resorte të mira janë bë profesor, shkencëtar, sportistë të mirë, këngëtar të mirë, të vinë që i për mundësia edhe këtu të veprojnë. Mirë, për ta përmbyllur diskutimin për samitin e diasporës në Tiranë, po e komentojmë njërin prej fjalimeve të Zotit Ahmeti, ku meserash pasaj u transmitua në mediat këtu brenda vendit tonë, sidomos në mediat maqedonase, ku Zoti Ahmeti ju mbase keni qenë prezent aty në samit dhe keni dëgjuar aty për aty, ku thekson se Maqedonia e Veriut pa shqiptarët i ka ditët e numëruara. Po tani, Zoti Ahmeti atë e ka cek në forma ndryshme, ndoshta edhe
edhe më herët, po ishte një porosi, ndoshta shumë pak më e randë politike, dhe ishte një porosi që duhet më shumë ishte politik, dhe porosi politike jo për samitin e diasporas aty, po për këtu në vend, në Maqedoninë e Veriut dhe gjithë proceset politike të cilët janë duke u zhvilluar tu te vendi jonë. Mendoj se Zoti Ahmeti me eksperiencën e vet dhe përvojën e vet që e ka, domethënë ka dhënë një porosi, nuk duhet ndoshta trajtuar në çdo pikë dhe çdo presje, po një porosi e cila është realitet. Maqedonia e Veriut me 1/3 popullat shqiptare, nuk mund të imagjinohet si do të kishte funksionuar ndryshe. Maqedonia e Veriut është shtet multietnik në bazë. Ne nuk jemi ne migrantë të ardhur. Ne jemi me gjenerata dhe gjenerata këtu. Unë jam 7 gjenerata këtu në vendligje tema. Ashtu që është një fakt se këtu temat të tilla nuk duhet të jenë tema aktuale, duhet të jenë tema të kaluarës, po ja fatkesisht ndonjëherë dalin çështje politike të cilët na kthejnë në retrospektivë edhe mbrapa. Nga ana tjetër, gjithë neve e kemi gojen plot Europë, Bashkimi Evropian, mirëqenie, ashtu që një hap mbrapa dhe një hap para rrim vend. Unë nuk kisha dashur të rrim vend, as unë as bashkëqytetarët e mi, po më shumë të shkojmë përpara, të bëjmë 3 hap përpara, po tani herë ndoshta duhet ndalim edhe të mendojmë se çka bëjmë, po ideja është që duhet shkuar përpara. Mirë, tani më jemi në pjesën e fundit. Unë kur ju prezentova edhe se ish politikan me bagazh të gjerë veprimtarish, se vlerësoni sot gjendjen politike në Maqedoninë e Veriut. Gjendja politike në Maqedoninë e Veriut, domethënë, është në kontinuitet me ngritje ramje. Kemi një situatë, kemi një ngërç në politikën e jashtme, kemi një ngërç sa i takon raporteve fatkesisht, raporteve jo edhe nivelit të dëshiruar me Bullgarinë. Tani dje kishim atje zgjedhje, fitoi një politikan i cili nuk ka treguar një miqësi të lartë me vendin tonë. Ose gatishmëri për ta zgjidhur. Nuk e di si do të sjellet tani si kryeministër, me një përgjegjësi shumë të madhe se ka fituar shumicën, domethënë do të bëhet qeveria vetëm nga një parti politike. Dhe këtu e dim raportet dhe qëndrimet e qeverisë aktuale vis-a-vis, domethënë, raportit me Bullgarinë, domethënë atë kemi si problem, ku thjesht na lën në çfarë forme pa dëshirën tonë dhe pa nevojën që të rrimë në korridorin e pritjes dhe thjesht na bëhet neve një padrejtësi shumë e madhe. Flasim si qytetar. Një padrejtësi për arsye se Maqedonia e Veriut, vetëm përkujtoj, ka qenë nga shtetet e para në kartën e Adriatikut me Kroacinë dhe me Shqipërinë për antarësim në NATO. Viteve 2000, 2007, 2008, 2009. Shqipëria, po, sa vite me vonë. Shqipëria u antarësu, ne u antarësum 10 vite me vonë, kurse Kroacia, që ishte me neve, domethënë me një nivel, u bë edhe antare NATO-s, edhe antare e Bashkimit Evropian dhe u bë me një ekonomi super të zhvilluar. Stabile. Dhe tani, patjetër stabile dhe super të zhvilluar. Tani ne jemi në pritje me një korridor ku ishim disa vite, 20 vite, ishim në pritje për shkak kërkesave të Greqisë. Dhe kur i tejkaluam ata, pastaj vjen kërkesat e Bullgarisë, nuk është një situatë as e dëshiruar, as nga neve e imponuar. Mendoj se këtu Bashkimi Evropian bën një padrejtësi të madhe, si ndaj neve, edhe ndaj Shqipërisë, më shkonin më lart, domethënë gjithë ato sakrifica edhe Shqipëria bën në rrugën e reformimit, po ende është në atë rrugën e pritjes. Neve si shtet... Edhe pse më para se Maqedonia e Veriut. Po tani ato i kanë hapur kapitujt. Mirë, po shpeshherë dëgjojmë deklarata edhe shpresdhënëse, po jo edhe aq edhe pesimiste. Edhe pesimiste nga zyrtarë të ndryshëm të Bashkimit Evropian, domethënë një trajtim shumë më i vështirë dhe shumë më angurrues ndaj
Ballkanit Perëndimor shihet tani nga birokratët europian, se sa gjatë zgjerimit të fundit kur 10 shtete u futën domethënë pas një kriterium, Bullgaria, Rumunia, domethënë ata të cilët nuk përbushin ti themi standardet elementare, dhe ne e dim se kemi veçanërisht ne pak që kemi disa vjet ku ka qenë dhe si ka qenë Bullgaria, me çfarë krimi. Dhe aty nuk mund që të kalojsh paru i shfetas të hysh në Bullgari, nuk flasim për të vepru në Bullgari. Edhe mungesë të zhvillimit ekonomike. Mos flasim për zhvillime dhe për renta dhe për stundim të ligjit, dhe tani ata bëhen me një situatë ku të mundet vendojnë veto shtetit tonë. Ashtu që bëhet një padrejtësi sistematike, por realiteti duhet ballafaquar me realitetin dhe duhet parë se a është realiteti. Neve si shteti vogël jemi shumë të vegjël për me funksionu vetë. Neve na duhet një dorë të mbahemi njëri tjetrin këtu në Ballkan ku jemi, dhe mendoj se duhet më tepër këtu, edhe në aspektin politik jemi mirë me fqinjët, po në aspektin ekonomik duhet intensivuar bashkëpunimin, por gjithashtu domethënë Bashkimi Evropian si një familje madhe ekonomike është një mundësi e artë për zhvillim dhe mirëqenje. Dhe ne nuk duhet paragjikuar, vetëm duhet të shohim shtetet të cilët kanë qenë shumë më keq se Maqedonia. Kroacia nuk ka pasur ndonjë dallim para 10-15 viteve, 20 viteve. Pra në vitin 2011 kur nuk ka pasur ndonjë dallim me Maqedoninë e Veriut. Domethënë ka qenë ndoshta 10-20% më mirë. Sikur Slovenia, po Slovenia tani u ka vënë majët e Bashkimit Evropian është. Kroacia domethënë nisoi shkon nga majët e Bashkimit Evropian. Po më afër i kemi Bullgarinë, ku ka qenë edhe ku është. Sakt. Mirë, zoti Selmani, do thotë për çështjen e gjendjes aktuale politike në vend, ju e ndërlidhet me çështjen ose me stagnimin apo ngecjen e integrimit në BE. Por tani për qeverinë vlen VMRO, cili është mendimi ose komenti juaj mbi këto zhvillime 2 vite qeverisja? Unë kam thënë edhe më herët, mendoj se pak tepër u konsumu kohë sa i takon organizimit të mbrendshëm të koalicionit vlen. Koalicioni vlen u deshtë sipas premtimeve publike të dhënuna të transformohet me një parti politike, të ketë një efektivitet shumë më të madh në qeveri, më pak të miret me vetveten, dhe shumë më tepër të miret me qytetarët dhe të miret me projektet e premtuara. Ashtu që sipas gjithë paralajmërimeve dhe premtimeve publike, sa duket në maj duhet të jetë 9 maj, po, kanë kongresi i bashkimit ose unifikimit, dhe dëshiroj që ajo ndodh. Ne kemi nevojë edhe për opozitë të fuqishme, po kemi hala më shumë për një pushtet të fuqishëm. Një zë të fuqishëm, me njerëzi, me funksionar, me integritet, me dije, dhe patjetër që jetojmë me një shoqëri ku shumë gjëra varen nga politika dhe nga vendimarrjet politike. Ashtu që unë nuk shoh se nga ndonjë raport mes vlenit dhe VMRO-s ti thush aq negativ, sa që ka një percepcion të zgjeruar në popullat se nuk shkon diçka. Domethënë, unë mendoj se mund të shkojë shumë më mirë edhe bashkëpunimi, edhe puna, po duhet vleni dale nga situata ku është tani, nga një koalicion i zgjeruar për nevojat e zgjedhjeve, duhet bërë një parti politike, duhet patur një qasje ndaj çështjeve me prioritet, dhe unë mendoj se aty mund bëhet shumë më shumë bëhen edhe për qytetarët e cilët i kanë votuar, po edhe qytetarët tjerë shqiptare, maqedone, gjithë jetojnë. Sepse për një periudhë shumë të shkurtë kohore u hapën shumë çështje që kanë qenë të pasgjidhura gjatë kohë më parë. Mirë, po tani një çështje ta zëm aq minore sa siç është çështja e provimit të jurisprudencës u shndrua në kaos. Pastaj është edhe çështja e rrezikimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese, dhe u krijua një klimë dhe atmosferë politike në vend që shqiptarët po degradohen nga kjo përbërje qeveritare. Po, është një percepcion i tillë, nuk duhet lejuar që percepcionit na bëj një ambient toksik të një jetese ose një bashkëjetese këtu.
çështje nuk duhet lihen nën tepik, si u thonë, që të zgjidhen, se të trashën probleme. Nuk zgjidhen nga vetvetja, por tehu qeveritar duhet të jetë, domethënë, më i drejt për drejt, më i vendosur dhe më i shpejt në reagimet dhe në kërkim zgjidhje dhe zgjidhje të gjithë këtyre çështjeve të cilat paraqiten. Unë kam dëgjuar disa herë deklaratën e kryetarit qeverisë Mickovski, ku thotë se është një drejt e studentëve shqiptarë. E tani, nëse kryeministri e thotë, ministrat shqiptar e thonë dhe konfirmojnë. Dhe kemi një ministër i cili jo thot nuk është ashtu. Ka diçka pak që nuk shkon. Domethënë nuk mund të jetë, domethënë nuk kemi pengesë politike. Kemi një dëshirë ose kemi një përdhosje të një ministri i cili thjesht nuk don të respektojë një ligj. Ligji këtu është shumë i qartë. Për gjithë shka që nuk është e reguluar me ndonjë ligj tjetër, vlen ligji për gjuhët. Se ligji për gjuhët është kushtetuta, ligji për gjuhët dhe ligjet tjera. Ashtu që, kur ka vullnet politik, mendoj se ka dhe zgjidhje. Zëvendës kryeministri Bekim Sali ishte disa herë me deklarata kështu, jo të ti thush me dy kuptime, po me një kuptim se provimi do të jetë në gjuhën shqipe, është që presëm realizimin e projektimit. Që këto deklarata të shndërrohen në veprime. Patjetër. Mirë, se përmendet ju se çështja e ligjeve nuk janë çështje që duhet lihen në bazë të vullnetit të personave që mund të jenë në krye të institucioneve. Shteti juridik nuk funksionon aq. Njerëzit mund të ndrohen. Sigurisht, po kontinuiteti juridik i shtetit është në vazhdimsi. Obligimet dhe marrëveshjet të cilët merren qoftë brenda shtetit, qoftë mes shteteve, duhet jenë vazhdimsi. Për ta përmbyllur diskutimin për opozitën shqiptare në vend, BDI 2ASH dhe 1 PDSH? Mendoj se nuk është ashtu. Opozita po kemi tani një rikonfigurim pas zgjedhjeve. Jo, nuk janë të gjitha bashkë, pra janë veç, pra ndaj edhe nuk i përmenda si AKI. Sa e di unë, do më thonë, kemi një bashkëpunim ngushtë me një bashkëveprim të thusht të BDI-s, me zoti Ali Ahmetin, me Arben Taravarin. Fiks. Dhe kurse zoti Zjadin Sela me një subjekt të rilidhja shqiptare, po. Vepron në mënyrë autonome, gjithashtu edhe PDSH-ja zoti Mendu Thaçik me një veprim që ka filluar me një ristrukturim, po. Në thonë, është mirë, opozita nuk ka ndonjë, në thonë, opozita qatë punë ka, të sensibilizon opinionin, të nxjerr tema dhe të bën punën e vetë. Kurse pushteti ka të zgjedhë problemet. Mirë, edhe për ta përmbyllur tërë këtë diskutim, çështja e ligjit për përfaqësim drejt dhe adekuat. Me gjase keni parë, ju jeni dëshmitari mënyrën se si ka funksionuar balancuesi, gjithë kanë qenë kritik, erdhi momenti i shfuqizimit të atij mekanizmi për rregullimin e punësimeve. Tani me aq sa keni parë, keni dëgjuar e lexuar për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ligji pra është miratuar në qeveri, tani është në proces që të kalojë në kuvent. Si e vlerësoni, ky ligj do ta rregullojë çështjen e punësimit në mënyrën e duhur, sepse vazhdimisht nga pushteti theksohet që në rend të parë është meritokracia e pastaj përkatësia etnike. Tani kur flasim për meritokraci, flasim për funksionim të ligjit dhe të drejtës, është shumë, jo të themi diskutabile, po një mosbesimi madh nga qytetarët ndaj shtetit. Për arsye se percepcioni jo vetëm të shqiptarët, të Maqedon, të gjithë 2 milion njerëz të pyetish, do të thonë se shteti a funksionon sipas meritokracisë, do të thonë se jo. Do të thonë nuk ka njeri që nuk e ka ndiej se nuk funksionon shteti. Ashtu që kur flasim meritokraci, ajo është tingëllon shumë mirë. Po është problem shumë i madh në zbatim në praktik. Kush është më i mirë për 2 kandidatëve? Ky kandidat ose jo? Ndonjëherë letrat i ka njëri më të mira, po në esencë tjetri është shumë më i mirë, më punëtor, më i moralshëm, janë parametra kur flasim të meritokracia shumë delikat për të vlerësuar. Shumë komplekse për të vlerësuar, ashtu që neve nuk mendoj se nuk e kemi mbërri ende nivelin e një shoqërie
aq të drejt sa që të vlerësohet vetëm meritokracia. Por ende kemi nevojë se marrëveshja e Ohrit dhe përfaqësimi i drejtë adekuat është obligim plus kushtetues. Dhe nuk mund të jetë asnjë ligj mbi kushtetutën. Dhe kushtetuta qartë përcakton se gjithmonë gjatë punësimeve duhet të ketë parasysh patjetër meritokracia, duhet patjetër të ketë që aplikon të vendi punë të ketë diplomën adekuate. Kriteret profesionale askush nuk i mohon. Kriteret teknike, profesionale duhet plotësohen, por prap gjithmonë domethënë është obligim kushtetues e kushtetuta është shumë mbi ligjet që definon se duhet përmbajtur gjithmonë të përfaqësimi i drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike. A rregullon ky ligj këtë çështje? Po tani do ta shohim ligjin në debat, fillohet debati domethënë për shkak se është prap them. Dëshiroj që mos politizohet, por do të politizohet për shkak se ka impakt shumë politik. Dhe para domethënë propozuesi i ligjit duhet të ketë përgjigje për çdo nen dhe për çdo çështje të cilën e trajton. Po gjithmonë duhet pasur parasysh patjetër obligimet kushtetuese dhe marrëveshja e Ohrit, çështja e kompetencave nuk duhet diskutuar. Tani pse nuk duhet diskutuar? Nëse kërkohet mjek, mjeku duhet të jetë si diplomor, patjetër. Ose inxhinier, ose jurist, domethënë. Atë nuk ka dilema, që nuk kanë dilema. E pastaj meritokracia, pastaj varet rritja, kryesisht rritja në karrierë. Edhe pse prapë them, rritja në karrierë, nëse i pyetën qytetarët dhe administratën këtu, si rritesh në karrierë, thotë askush nuk ta përmend meritokracinë. Thotë ose aftësitë personale, ose libreza partijake, ose njoftësia me ndonjë zyrtar shumë të lartë, ashtu që për me sensibilizu dhe për me u pranu meritokracia si vlerë, shtetit duhet dëshmoje se e kemi pru situatën me një drejgje që mund të funksionon meritokracia në vend. Përndryshe është shumë e dëshiruar. Nëse jetojmë me një shoqëri ku funksionon meritokracia, ne do të ishim Zvicër, do të ishim Norvegji ose Suedi. Dakor, zoti Selman, ne këtu e përfundojmë këtë intervistë, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.